Bravo vajza! Ju lumë të dora! Sa bukur! Mirë mbrëma dhe përshëndetje! Mirë mbrëma dashurik! Më në fund, jam rritëm ditës! Kujt? Jam rritëm asaj ditës të madhe! Në luftë për çështjen e partisë të jeni gati! Gjithmonë gati! Digje Shani! Në fitorje! Që shtedi e atërë do të gjërojnë mirës, apo jo shtetë kjo moment? Ato pioner janë ato që janë sot në qeveri. Ato si janë betuar. Mos ma prish me ndërteje. Fiksa jo mosha, ato që i qoni lule gjashit e lënë tripun. Ato janë. Mos ma ndërzebu apetin mua të shikdo. Ne për të gëzohem sot, më në fund. 19 marsit do të vi. Zgjedhjet parakoshme, yes! Kongres për kongres. Do të mblidhet kongresi i Partisë Socialiste. Zot faleminderit. Do kemi zgjedhje të reja, do kemi kryetar të ri. Dhe ai do jetë Edi Rama. Different kongres, same kryetar. Kryetar i ri për herë të parë kryetar. Vajza dëgjoni këtu vajza. E dini ju këtë këngë që bëron nga zemra. Do vi për herë të parë kryetari i Partisë Socialiste zoti Edi Rama. Bravo. E lartë më lartë shokë flamujt e kongresit. Ja doli Ben Blushit bëhet kongresi, ja doli. Bravo. Por Beni, super. Duhet ja dalësh i ndrosh kryetarin, jo kongres. Ne më të që më çfarë vëllë do. Ore e rëndësishme që të bëhet si kongres. Se është format të shumalit, janë punë të tyre. A të lutëm, a mund të avejme dhe do të gjërë të këngën? Kemi kongres? Jo, kemi kongres. E shumë e bukur. Digje Shanin e Beqarit? S'kom që këma me vete. No smoking. Në luftë për çështjen e partisë të jeni gati! Gjithmonë gati! Të lumë, që nga kënë nalja, si më bëhet mishi kokra, vajza po ju premtoj. Më që nga thyer emri. Evo, si të kam thënë. Provokacia. Një sekund. Zizi sapotacia. Një sekund. Se mi që kemi kongres, dhe emra të tjerë, mos e mërgjit. Kam emra të tjerë. I qona, habe krauna ty. Habe krauna. Qaka! Ndroj. E kupton me qa qeshin balerinat? Ndrua memrat. Barcaleta e re në shkollën e baletit. Atere vajza po ju premtoj. Në boft vaki që martohen dhe jerë gurit të drunit, konga që da hapit dasmën time do tjetë kjo. Kong me kongres. Lartë më lartë të shokë, lamët e kongresi. Kaseta ime dasmën do jetë gjysma kongres, gjysma kaset dasmën. Ajde që do bëhet atyre, do qonë të flasin të tërë. Ajde, kush të tërë. O lideri suprem, o sot, mere dhe i mandat të 12, mere. Mos u merë me këtë element, kalim një më situatë tjetër. Pra, datë në kongresit e bullë... Ore, thamë një mbrëma në fillim. E thamë 3 herë, me kongres e pa kongres e me kryetare. E thamë një mbrëma, gjithë jemi regull, bukur, jeni shumë mirë. Tani kalim një moment tjetër. Punë e kongresit se jam shumë emocionuar e Lot e qurre kjo ma Nuk majtë do të gjikundi, këndon? Kisha një plak aty në lagje. Ishte mbështetur koqo ke kolona, aty ke pësoja dhe qante. Kisha një plak vajza aty në lagje, shkretin. Me zi do një shpirti Gjani. Dersa e gënjeu një nga ato shok të vetë pensionistit, tha, do të bëhet nesër. Për kongresin. Mos t'ikësh nga kjo bot pa e parë dhe një kongres partijë. Sa manë edhe iku i shkretin ato dinja. Nesër, kongresit si që thash u mor vesht. Për kemi një sfit tjetër për para. Ki popullët do t'a bënë se s'bënë. Dhe kush, në përmjet bive të di më të mirë. Kush janë? Krerët e politikës. Kokat e kombit. Rama, Meta, Basha. Po mes tyre ishin edhe të dëguarit e botës. Ambasadori amerikane, i Gjermanise, francezje. Më dhe të gjithë. Na, s'marin vesh. Dhe, na. Folë sot. Folë me njëri atri. Në një tavolina, po tavolinat ndara. Në një tavolin. Ore, i keni vëre sa të bukur janë bashkë. Djeni pak, jo më lakë se sot. O mblodhen të tërë. Kra sup me sup, gjumë me popullin, vetëm se këto janë shumë lakë, gjumë.
Që ka kjo? Unë blodhen dhe folën. Për këtë popull. Njoni gozhës, tjetri patkojnë. E ullën hundën për këtë popull e ullën hundën. Ere, ta e regullon avjo. Se së ndeta mbaroj vajza. Njoni gozhës, njoni patkojnë, njoni... Kalit. Njoni shtin të kalit. Kot nga i nati. Pse je me Partinë Demokratike ti? Ta. Njoni gozhës, tjetri patkojnë, njoni ka lorësin me çmungje me kalin e shkret. Se që pash një që i binte Pachevani, dang, kot palin. Ndigjeni pak, ndigjeni, jo më lakë se sot, ndigje. Janë siguruar disa arritje me rëndësi të madhe. Është i jashtëzakonshëm. Që ishin jo vetëm të pamendueshme, por edhe u penguan në mënyrë shumë brutale. Sa interesant është dialogu sot. Pushteti dhe paraja. Paraja dhe pushteti. Sot një vot ka çmim, një mandat ka çmim, një zonë zgjedhore shumë emërore ka çmim, një parlament ka çmim në euro. Sigurisht mund përkthehet në dollar apo në lek. Qytetarët shqiptar mezi po presin muajin e zgjedhjeve që dalin në treg, të shkojnë tek partitë për të marrë atë të mantallonin në mënyrë që t'japin votat. Ato që kanë marrë krip të mos presin këtu. Bëni zhurmë, gjithë fshati do marrë krip. Një njeri për shtëpi të vi. Pës ke turp me shavanici kur kërkon gjene kripë? Se t'kem turp, se vetëm i vedashki kripë badjana, po si dashki? Se kryetari i Partisë Socialiste, kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i LSI-s kanë vullneti politike të marrin pjesë në një skenë. Të gjeljen, atje. Bofshi hajër o zot. Bofshi hajër o zot. Veri bukur dialogu. U kënoq ambasadori, u kënoqëm dhe ne. Ambasadori. Më në fund folën shqip se si kishte burnonët i kuptonë këta tjashmi. Ishte mbush ambasadori deri këtu me folë shqip. Fola i ky Amerikani, fola i tjetri. E pe dhe në fund fare. Mas i foli dhe njonin shqip nga ta ambasadori. Ashta i dërguar jo së bëjes, a i po. Brava, i atëqesh atje. E dini që boni më fund fare, mas i foli. U qu? Jo, vajza. A e dini që boni mas i marës, foli dhe Shqipaj. Foli dhe Shqipaj. Qerekore. To njërës tas morin dhe gjuhë tjetër, vetëm gjuhën e nonës. Mas i maroj fjalimin, a i? Shqip? Po. Qërë ka bo, mërë gjithë gjazë e nele. Qërë ka bo, mi goca për të themë në ty. Kujt i ram be kokë? Jo, sa maroj fjalimin, një të morë mi gotë ujër. Po sigurisht një non. Po ishte duke... Pasa që du djek motor? Po. Ishte ndes lampa. Ndërsa, ambasadori frances, se majti dot. Qa ka? I rakëshu si velanisit. Po se i ka ngell hatri se ky lu flet shqip, edhe ky shqip, mos flasur shqip. Për ambasadori frances, vive la France! Vive la revolution! Vive la République, këpdo La revolution! Mos e kje problem, nuk bojnë! Se pa problem, thotë mon ami. Je m'appelle Bupashel, mos e vrit me e. Dini pak vajza. Ushtria ambasadori i urem të shkuara? Po ushtria tje sa gjatë gjonë. Nuk e majti do të më këtë reformën e tërkis. Ore, shoku, ne kemi shtri sa gjatë gjonë Gjermanin 24, jo ambasadorin frances. E lere. Ama, mos ma hapë të te mua beti. Digjeni pak, digjeni. Kjo është baza e pazëvendësueshme të demokracisë, edhe baza pazëvendësueshme të legitimitetit të pushtetit. Faleminderit. Faleminderit zoti Wilson. A qa gofa, ingeli hatri pëse mos mësoj Shqipun këtu, që ti bëj këto njerë, nuk bomi, nuk bomi.
Bëhemi, lene dhe që më Po, bëhemi, mi vjeçarin që vjen, bëhemi, po këtë mi vjeçarin, jo. Pra, vajza, jam i lumtur, se sinqerisht, sot kam një ditë nga to që kam unë në brivi do brënda, kupton apo jo? Kongresin e morën veç, 19 mars, dhe jena gjithë gëzumet bukur. Në një tavolinë ulen gjithë bashkë. Nuk do të më da deri 19 mars, derisa të zgjedhim në kongresin që të bëhet rishtas, kryetarin që kemi. Mori fund ky muhabet bukur. Edhe reforma në drejtësi u mblodh tryeza të gjithë. Ulën të tërë një tavolinë, ulën. Ambasadori francez mos e çaj fare kapitene. Ska gjithë në Amerikë. Ne do ta bëjmë reformën në drejtësi. Bukur pastër folën për tollonat, foli Meta, Basha vetëm ulën ngre dollar amerikan. Jo, mor. Rama foli për problemi e vështirësisë të mëdha. Shitet vota me euro ose me dollar. Jo, me yen japoneze kanë shitur, me yen. Me yen japoneze kanë shitur. Unë dik edhe me fas mielli ose me krip, siç edhe e pa, po nesër shmuhabet e ka kjo. E tek miq, qytetar dhe qytetare. Ishte në tavolinë? Jo. Sishte? Sishte kënë tavolinë? Nuk bëhet. Nuk bëhet. Gjallë botë, sa të papaqene i tavolinë. Ai është kryetari i tavolinës. Ai duhet jetë mos ketë mashkull ka djathtë. Atere, Goca, putheni pak reformën në drejtësi, gjitha të gjarë që ishin atje. Putheni ambasadorin francez aty që... Puthe, që ku me ambasadorin francez? Që ta marri veten. Shpet, thejemi pas pak. Telefononi në 022 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos harroni dhe numrin tuaj të celularit.